Vargu jonë që neve do të kemi së bashku është dhe Perëndia i shpresës le t'ju mbush me çfarëdo gëzimi dhe paqe me anë të besimit që të keni mbushulli në shpresë, me anë të fuqisë së frymës së shenjtë. Në një botë që shpesh na përball me sfida, pasiguri dhe lajme të zymta, pyetja ngrihet: ku e gjem shpresën? Ku e gjejmë shpresën? Është më e rëndësishme se kur. Shumë njerëz vendosin shpresën e tyre tek financat, tek karriera, tek marrëdhëniet, apo tek qeveritë, por ne e dim se të gjitha këto gjëra janë të përkohshme dhe mund të na zgënjejnë. Është interesante sepse neve si njerëz, edhe pse këto shpresa mishore që neve bazohemi për ditë në jetën tonë të përditshme, shpresa jonë është shumë e madhe te këto gjëra. Po ta shikojmë, neve lidhemi shumë me botën fizike. Po ta shikojmë gjithashtu, e keni vënë re që neve mallëngjehemi edhe për gjërat më elementare, më të thjeshta, për një kohë të gjatë. Nëse gjithashtu do ta keni vënë re për gjërat e fëmirisë, ambientin ku keni kaluar, shtëpinë, dhomën, krevatin, shpesh herë neve kemi mall për këto gjëra apo jo. Edhe duket sikur ndonjëherë neve them shpesh herë mund të luftojmë, që mos na i prekin në dorë, leri ashtu siç janë. Por shpesh herë neve luftojmë edhe me kohën, se koha ndryshon, gjërat ndryshojnë. Neve nuk duam që ajo gjë e mirë e jona që neve kemi kaluar, nuk duam që të ndryshojnë ndonjëherë. Edhe kjo është ajo lidhja jonë me anën fizike. Ndërkohë që ana jonë shpirtërore në Perëndi na premton gjëra të mëdha. Na premton kur neve të shpresojmë tek mbushullia ose tek, nuk e di si mund ta themi se në fakt mbushullia është më shqip se sa karikimi ose këto, kur ti karikohesh si ajo bateria e telefonit, pra ti gjenerohesh. Edhe ndërsa neve kemi këtë lloj shprese, neve marrim gëzim, neve marrim paqe, neve marrim fuqi që na vjen nga fryma e shenjtë. Pra burimi i pashtershëm i shpresës son duhet të jetë, por është Perëndia. Duhet të jetë, por në fakt është Perëndia. Duhet të jetë sepse shpesh herë neve mund të zgjedhim burim, shprese, jetën tonë që na rrethon. Neve po vim në një moshë, paktën grupi që jemi këtu tani, po vim në një moshë të kuptojmë që ato që neve mendonim që nuk do na ndryshonin ndonjëherë, ose mendonim që do ishim gjithmonë të fuqishëm, tani fillojnë na kërcasin kockat. Pra e shikojmë që ndryshojmë. E shikojmë që ndryshojmë edhe ajo çfarë është e rëndësishme për të kuptuar dhe të kujtuar vetes tonë është që jemi kalimtar. Koha kalon. Por ajo çfarë duhet të kuptojmë neve gjithashtu është fakti që Perëndia nuk na le bonjak, nuk na le të vetët. Na fton që neve të kemi që neve të kemi një marrëdhënie shumë të mirë me Perëndin, për aq kohë sa neve jemi në tokë, në jetë. Burimi i shpresës, edhe neve dim që Perëndia është një Perëndi i shpresës. Po të vëmë re tek ky varg që neve sapo lexuam, ku neve do të marrim edhe atë mbështetjen tonë të mësimit. Pali nuk thot Perëndia që jep shpresë, por edhe pse ai e bën këtë, ai e quan atë Perëndia i shpresës. Pra domethënë është burimi, nuk është diçka që ti jep për aq kohë sa ke.
por është burimi që buron gjithë kohës, që nuk shteret ndonjëherë. Pra kjo do të thotë që shpresa nuk është thjesht diçka që Perëndia ka, është ajo që ai është, ka më shumë kuptim në këtë lloj mënyre. Për shembull, kur neve na kërkojmë diçka, ju kanë bërë këtë pyetje duke ndonjëherë që ju vjen me shpatlla mbas murit, kur thonë, shiko, do të kërkoj një nder unë, po do më ndihmosh ama. Edhe ti që mendohesh, ç'a do kërkoj ky ose kjo, edhe unë e kam apo jo. Edhe pastaj ti nuk mund të thuash jo, ose nuk mund të thuash as po, se po the po do të detyrohesh që të sakrifikosh edhe diçka tënden që nuk je i gati për të sakrifikuar, le të them. Kur vjesh në këtë lloj mënyre, në këtë lloj prizmi ose në këtë lloj, ose siç e nisa me shpatlla mbas murit, je i detyruar, domethënë do kuptosh ose do analizosh veten, e ke apo nuk e ke këtë lloj. Ndërkohë që Perëndia është. Edhe kur themi neve Perëndia është, domethënë marrim shpresë tek Perëndia dhe themi do shkojmë te Perëndia, po ka Perëndia akoma, i ka ngel në çik apo jo? Perëndia nuk funksionon në këtë lloj mënyre, pra në këtë lloj prizmi. Po mundohem. Ndryshe nga shpresat tona toksore që varen nga rrethanat, që pak sapo mundova ta shpjegoja, shpresa jon tek Perëndia varet nga karakteri i tij i pandryshueshëm. Pra Perëndia nuk ndryshon. Ne ndryshoj. Po të vesh re, mënyra e të kuptuarit ton me kalimin e kohës dhe me kalimin e viteve, pra ka ndryshuar. Shpresojmë për mirë. Kuptojmë gjëra më shumë se që kuptonin më përpara. Analizojmë gjëra akoma më thellë dhe me peshë. Për shembull, një nga mësimet që po i japim fëmijëve tanë është që ti themi, shiko, peshoje fjalën që do thuash përpara se ta thuash. Do të thënë, nëse unë do të them një fjalë ty tani, unë duhet ta analizoj dhe të kuptoj se çfarë reagimi ti do kesh me këtë. Nëse unë do them një fjalë, do zëmërohet manuja, apo do gëzoj, do qeshi, do ta marri me humor. Pra, këto janë mënyra që neve i mësojmë me kalimin e kohës dhe rritemi dhe forcojmë. E njëjta gjë është dhe me atë, le të themi, shpresën tonë ose anën tonë shpirtërore, neve rritemi dhe kuptojmë më shumë. Akoma më shumë është dhe fakti kur neve në kohë vështirësie neve varemi më shumë tek Perëndia. Për shembull, Jakobi, unë kam më shumë po vi dhe ta kuptoj. Jakobin kapitulli 1, vargu 1 dhe thot, ta konsideroni gëzim të madh ju vëllezërit e mi kur përballeni me sprova. Pse? Sepse nuk është kënaqësia tek sprova, tek vuajtjet, tek dhimbjet, por është Perëndia, edhe prap s'ka kuptim se s'na pëlqen dhimbja e vuajtja, po Perëndia po të jep ty një mundësi që ti të kuptosh, që ti të shikosh që Perëndia të bekon. Pra, kur neve shikojmë që Perëndia na ka bekuar dhe na ka ruajtur në fund të ngjarjes, neve ngelim të manitur. Pra, ai është Perëndia që solli jetë nga vdekja në ringjalljen e Krishtit, Romakët kapitulli 8, vargu 11. Ai është Perëndia që premtoi një shpëtimtar mijëra vjet më parë dhe e përmbushi premtimin e tij. Neve lexuam te kapitulli 15 i Romakëve. Pra kur bota thot nuk ka shpresë, Perëndia qëndron si Perëndia i shpresës. Është burimi. Shpresa jo nuk është një dëshirë optimiste, është një siguri e palëkundur, e bazuar në atë që nuk mund të dështojë. Jeremia kapitulli 29 vargu 11 na thot Perëndia, sepse unë i njoh planet, mendimet e mia që kam për ju, thot Zoti. Mendime, plane për mirëqenien tuaj dhe jo për fatkeqësinë tuaj, për t'ju dhënë një të ardhme dhe një shpresë. Psalmi 42 vargu 5 thot, pse ligështohesh shpirti im dhe pse dridhet brenda meje? Pse dridhesh brenda meje? Kish shpresë tek Perëndia
sepse unë do të lëvdoj akoma, ai që është shpëtimi im dhe Perëndia im. Po të vëmë re që psalmistit paktën te ky vargu po tregon që është një luftë, është një betejë e shpirtit me mishin, ku mishi është i dobët, por shpirti, fryma që Zoti na ka dhënë neve, lufton për të mos u lëgshtuar, për të qëndrojmë të fortë. Jeremia te kapitulli 29, që tek vargu 11 që lexuam, na tregon, na kujton që Perëndia tashmë Perëndia i ka planet e qarta për ne. Edhe çfarë planesh ka? Për mirëqenien tonë, për begatin tonë. E rëndësishme është që neve duhet të zgjedhim gjithmonë Perëndi. Perëndia ka shumë mësime në Bibël që neve mësojmë, edhe një nga këto mësime është lutja. Siç e kemi herën e kaluar, unë fola edhe ju kujtova për frikën që neve dim, Zoti na thot mos keni frikë. Që thot 365 herë. Por është lutja. Lutja është një armë shumë e fuqishme që neve mund ta përdorim për, le të themi, për të komunikuar me Perëndin. Edhe Perëndia ndërhyn. Nuk e di se si ndodh, por di që Perëndia na bekon. Di që Perëndia na jep këtë lloj drite që neve sot po e shpjegojmë si shpresë. Shpresa që themi neve vdes e fundit. Kishin emrin shpresa? Jo thoshin ja shpresa. Rezultati i shpresës, gëzim e paqe. Pali lutet që ky Perëndi i shpresës t'ju mbush me çdo gëzim, paqe. Këtu nuk janë thjesht emocione kalemtare, nuk është, për shembull, Argisi sot në mëngjes kur u ngrit, më tha, babi të dua shumë, je shoku im më i mirë. Tani kur erdhi këtu te kisha, më tha, ti më shkatërrove jetën. Sepse unë e korrigjova dhe i fola që nuk duhet të bënte zhurmë, por duhet të dëgjonte mësim. Pastaj kur shkojmë në shtëpi përsëri, do më thotë njëjtën gjë, babi ti unë të dua shumë, të jemi shumë shok, e kështu me radhë. Po pse ndodh kjo? Në bazë të emocioneve. Në qoftë se unë i jap diçka, ai do të thotë faleminderit. Në qoftë se unë ja heq diçka, ai do të thotë ti nuk duhet të qëndrosh me mua. E njëjta gjë edhe me Joelin. Por neve përpiqemi me fëmijët tanë që të ndihmojmë që të zgjedhin mënyrën e duar për t'u sjellë. Edhe një nga mënyrat e mira për t'u sjellë është mirënjohja. Mirënjohja dhe të thënit faleminderit për këtë që ti po më jep. Faleminderit për këtë lloj mënyrë jetese që po më jep. Faleminderit për këto të mira që po më jep. Të njëjtën gjë Perëndia kërkon prej nesh. Dhe Perëndia po na thot dhe një herë, edhe diçka se harrova ta përmendja. Virtyti më i urryer i njeriu që mund të zhvillojë është mos mirënjohja. E keni vënë re sa i ndinjohesh, sa zëmërohesh kur rrethohesh me njerëz të tillë. Është virtyti më i urryer. Kur ti nuk thua faleminderit. Sepse nuk e kisha për detyrë, por thjesht unë mendova për ty. Fakti neve duhet kuptojmë edhe këtë gjë. Fakti që unë po mendoj për ty, të kujtova ty, ti themi faleminderit. Pra kjo është ajo marrëdhënia, socializimi, bashkëpunimi, miqësia e të qenit bashkë. Sepse nuk mund zhvillon karaktere dhe zhvillon virtyte në veten tënde, në jetën tënde, që nuk janë të perëndishme. Se do të kalojmë pak më vonë që neve e kemi mësuar edhe tek fryti i frymës. Gëzimi, na jep
gëzim na jep paqe. Gëzimi ky është një gëzim që shkon më thellë se lumturia. Lumturia varet nga ajo që ndodh, ilustrimi sapo ju thash pak më përpara. Por gëzim biblik varet nga ajo që dim, që dim se jemi të sigurt në Krishtin, se mëkatet tona janë falur, se e ardhmja jon është e garantuar, është gëzimi i shpëtimit. Po të lexojmë Psalmin 51, Psalmi 51 na kujton pikërisht këtë gjë. Davidi shkoi me një grua të martuar, edhe Psalmi 51 tregon që Perëndia qëndron aty, Psalmi 51 kujton faljen, Psalmi 51 kujton mbrojtjen që Zoti siguron. Pra, ky është gëzimi i shpëtimit. Paqja. Kjo është shalom, që vjen nga hebraishtja. Paqe e Perëndisë, nuk është thjesht mungesa e konfliktit, por një ndjenjë e thellë plotësie dhe sigurie. Është paqja me Perëndin, pajtimi ynë përmes Krishtit. Tek Romakët kapitulli 5 vargu 1, dhe paqja e Perëndisë që ruan në zemrat tona. Filipianët kapitulli 4 vargu 7 më thot: mos u shqetësoni për asgjë, por në çdo gjë me anë të lutjes dhe përgjërimi, me falënderim ja bëni të njohura kërkesat tuaja Perëndisë. Dhe paqja e Perëndisë që te kalon çdo mend, do t'i ruaj zemrat tuaja dhe mendimet tuaja në Krishtin Jezus. Perëndia është gjithmonë me ne, por ne duhet të dim, ose duhet të kujtojmë, se për ditur e dim, që mënyra e të sjellurit ton duhet të jetë ndryshe. E keni vënë re që neve fokusohemi tek ana materiale, edhe për shembull punojmë për para, por nuk punojmë për mirëqenie shpirtërore. Sepse neve jemi aq shumë të fokusuar tek kjo ana materiale, sa themi që nëse unë do kem para do plotësoj këtë. Por nuk lejojmë dhe nuk përdorim paran që të punoj për ne. Edhe këtë nuk po themi nga ana materiale, sepse njeriu asnjëherë nuk ngopet. Për shembull, prindrit e mi babi tregonte gjithmonë këtë historinë që të shkurtër për një njeri që nuk ngopej kurrë. Ai tha mbushi trenin tha me florist, edhe gjitha vagonat që kishte, edhe u kthy mrapa dhe pak tha. Po të kishte edhe i vagon tjetër e të ishte kjo. Pra gjithmonë neve do të kemi dhe do të përpiqemi për më shumë. Gjoni kapitulli 14 vargu 27, Jezus i thot: unë po ju le paqen, po ju jap paqen time, unë nuk po ju jap ashtu siç e jep bota, zemrat tuaja mos u turbullofshin dhe mos u friksofshin. Në qoftë se ne do të arrijmë të kuptojmë edhe të shikojmë këtë lloj bekimin e Zotit, ose prezencën e Zotit në zemrën tonë, në jetën tonë, nuk do të stresohesh. Edhe në mësimet e mia më përpara ka qenë lufta ose betejë që neve bëjmë me mendjen, që të zgjedhim gjërat e duhura për mendjen tonë. Kur Perëndia e shpresës është burimi ynë, rezultati natyrshëm në zemrat tona është një gëzim dhe një paqe, që kjo botë nuk mund ta jap edhe as nuk mund ta marrë. Prandaj edhe thuhet në Bibël që Perëndia na i fal mëkatet tona në pagëzim dhe na jep dhuratën e frymës së shenjtë. Pali tek Romakët thotë që fryma e shenjtë ndërhyn tek Perëndia për ne. Sepse është një lloj lidhje në terma fizik, neve mund ta themi si e lidhja e internetit, ose si një lidhje me fish. Ja, unë nuk më punoj kjo me vali, i vendosa fishën në mënyrë që të lidhej kompjuteri me televizor. Pra, kur ti je i lidhur
me burimin e shpresës, Perëndia të jep një lloj energjie ose një lloj karikimi, edhe një lloj fuqie, edhe një lloj sigurie që ne nuk e gjejmë në këtë botë. E keni vënë re që kur neve kur kërkojmë të ndërtojmë të ardhmen tonë, neve bazohemi me diçka fizike. Unë do kem, le të themi, shokun e jetës në krah, unë do kem shoqen e jetës në krah, unë do më ndihmoj ky, unë kam kaq para në rast urgjence i kam hequr veç. Pra këto janë ato sigurit tona, që neve mundohemi të kemi. Edhe kur na kërkojnë ose na sugjerojnë që të bëjmë një hap më përpara, neve themi, nuk jam gati. Nuk e bëj dot unë këtë lloj hapi. Romakët kapitulli 8 vargu 26 thot: "Fokështu edhe fryma ndihmon në dobësinë tonë, sepse ne nuk dim se si duhet lutemi", që thash pak më përpara. Por vetë fryma ndihmëson për ne me pëshërëtima që nuk shprehen me fjalë, por ja shpreh Perëndis. Si e marrim ne këtë gëzim dhe paqe? Vargu është i qartë, në besim ose me anë të besimit. Pra Perëndia na kërkon këtë gjë. Besimi është kanali përmes të cilit rrjedh bekimi i Perëndis. Është dora që ne zgjasim për të marrë që Perëndia tashmë po ofron. Perëndia është aty gjithkohë. Besimi nuk është të përpiqesh fort për të besuar, është të pushosh në atë që Perëndia ka thënë. Është si puna asaj atyre lëndinave të bukura me bare, me lule, preferon që t'jetë një lloj edhe ngrohtë edhe freskët, t'jetë e përshtatshme për trupin tënd dhe mundësisht po t'jetë dhe buzë detit ose buzë një liqeni në i kështu, ti gjen qetësi, ti gjen prehje. Kjo është mënyra më e bukur fizike që mund të shpjegoj. Pra është të heqësh shikimin nga stuhia, si pjetri mbi ujë, dhe ta vendosësh atë tek Jezusi. Ju kujtohet momenti kur Jezusi po ecte në ujë dhe i tha Pietri, tha, si e bën ti këtë? Po të kesh besim, tha Jezusi, dhe mirë, tha, më bëj dhe mua. Edhe doli Pietri. Sa po hodhi 2 hapa, edhe tha, po eci, uli kokën poshtë edhe filloi të zhytej. Dhe Jezusi tha, më shiko mua, mbaje fokusin tek unë. Pra fokusi është gjithmonë me jetën tonë, edhe ky është qëllimi i mësimit, dhe ku ne kudo që shkojmë, çfarëdo që bëjmë, neve kemi fokusin tek Perëndia. Që Perëndia siguron, Perëndia na bekon. Sa më shumë t'i besojmë Perëndisë së shpresës, aq më shumë e përfitojmë gëzimin dhe paqen që vjen prej tij. Nëse ju mungon gëzimi dhe paqja, kontrolloni nivelin e besimit tuaj. Shpeshherë neve që përdorim makinat ose jemi përgjegjës, kontrollojmë edhe nivelin e vajit, që është shumë i rëndësishëm, kontrollojmë ujin. Tani fal teknologjisë ka arritur aty sa ato kanë sensorët e vet. Kur bie niveli i ujit, ajo ndes një llamp, thot kontrolloje, thot shtoje. E njëjta gjë edhe për vajin, kontrolloje, kujdes me nivelin e vajit. Po niveli ynë i besimit, ku është? Ku neve hidhërohemi, ku neve rrëmbehemi. Galatasve, që u përmenda pak më përpara, që ne fryti i frymës është shumë i rëndësishëm në jetën tonë, për të treguar që neve jemi si thua, në stacionin e duhur, në kanalin e duhur, në rrugën e duhur. Por ky mund të jetë një matës niveli shumë i mirë i besimit tonë. Apo kam unë frytin e frymës në jetën time, apo kam dashuri, apo kam gëzim, apo kam paqe, apo kam durim, me këtë durimin e kemi keq mohabet. Mirësia, pamirësinë, besimi, zëbërbutësia, vetëpërmbajtja. Efesianët kapitulli 3 vargu 16 na thot që t'ju jap sipas pasurisë së lavdisë së tij
të forcoheni me fuqi me anë të frymës së Tij në njeriun e brendshëm. Kontrollojmë fishën, kontrollojmë karikusin, se nuk po na merr karek në bateri telefoni, pra ku shikojmë që ka diçka që nuk shkon. Qofse neve nuk po jemi, nuk kemi më shumë shpresë, nuk po kemi më shumë gëzim, atëherë fisha jon ka shkëputje. Ose siç qarkullon sot, duhet fishë origjinale. Qëllimi i Perëndis për ju nuk është thjesht të keni mjaftueshëm shpresë sa për të kaluar ditën. Qëllimi i Perëndis është që ju të vërshoni me shpresë aq shumë sa ajo do derdhet dhe të prek njerëzit rreth jush. Ne nuk jemi thirrur të jemi thjesht rezervuar, shprese që e mbajmë për vete, por kanale shprese që rrjedhin në jetën e të tjerëve. Një krishter i mbushur me shpresë bëhet një fener në një botë të errët. Prandaj dhe Jezus i thotë, ju jeni drita e botës. Ju jeni kripa e botës. Ju jep shije. Fuqia e shpresës me anë të fuqisë së frymës së shenjtë. Në fund Pali na tregon se si është e mundur e gjitha kjo. Nuk është përmes përpjekjeve tona, po sillemi mirë, i vëmë në peshore sa më shumë virty, sa më shumë sjellje të mirë të kemi, aq më mundësi të kemi që kemi marr karikim. Nuk është përmes vullnetit ton ose forcës ton të menduarit pozitiv, por është me anë të fuqisë së frymës së shenjtë. Është fryma e shenjtë që na rilind dhe na jep besim. Është fryma e shenjtë që prodhon frytin e tij. Dashuri, gëzimin, paqen që gjendet brenda nesh. Që Perëndia na jep përmes frymës së shenjtë. Është fryma e shenjtë që merr të vërtetat e Perëndis dhe i bën ato reale në zemrat tona. Të jetosh një jetë që vërshon me shpresë nuk është diçka që ne arrijmë vetë. Është diçka që ne e pranojmë teksa i dorëzohemi punës së frymës së shenjtë që është brenda nesh. Është një jetë e mbinatyrshme. Shpesh herë neve si njerëz na pëlqen që të kemi kontrollin, t'i bëjmë gjërat vetë. E keni vënë re kur ti kërkon diçka dikujt për ta bërë dhe thua bëje këtë, edhe kur ai nuk po e bën me shpejtësinë që ti mund ta bësh, ti thua, "A po ta bëj." Po pse nuk e mësove? Pra ti po e merr timonin vet që ta kontrollosh, që ta drejtosh jetën e Perëndis. Por siç e dim, Perëndia është Perëndia i shpresës dhe Perëndia dëshiron. Prandaj dhe Perëndia na lën që neve duke u rritur si fizikisht, ashtu dhe shpirtërisht, këto virtyte të mira dalin më shumë në pa. Ta mbyllim? Pra çfarë do të thotë kjo për ne sot? Edhe pak. Kontrolloni burimin e besimit. Ku e keni vendosur shpresën tuaj këtë javë? A është tek Perëndia i shpresës apo diçka më e vogël? Pendohuni dhe rivendoseni shpresën tek ai, tek Perëndia. Aktivizoni besimin tuaj. Çfarë situate po ju vjedh gëzimin dhe paqen? Merrini atë situatë dhe dorëzojani me vetdije Perëndis në besim. Besojini atij më shumë se sa i besoni frikës suaj. Mos u mjaftoni me një pikë shprese. Lutuni si Pali, o Perëndi i shpresës, më mbush. Lutuni që të vërshoni me shpresë aq sa bëhet një burim drite dhe inkurajimi për familjen tuaj, kolegët tuaj, në këtë botë lënduar. Se në fundit, neve gjithmonë duhet të jemi. Mbështetuni tek fryma. Pranoni se nuk mund ta bëni këtë me forcat tuaja. Çdo mëngjes lutuni. Frymë e shenjtë më mbush sot. Prodho gëzim, prodho paqe, prodho shpresë e kun. Perëndia e shpresës dëshiron t'ju mbush. Pyetja është, a do ta lini? A dëshironi?
Paqja dhe hiri i Perëndisë qoftë me gjithë secilin prej jush dhe Zoti ju bekoftë.